Shkresa e fundit e avokatit të pandehur në GKKO, avokatit të akuzuar nga SPAK që bën dhe rolin e avokatit të Erion Veliajt, Plarent Ndreca, drejtuar antarëve të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, nuk është kërkesë për informacion. Është një përpjekje e hapur presioni institucional, e ndërtuar me një teknik të vjetër manipulimi procedurial. Së pari shpallet si e kryer një tezë juridike e debatueshme, pastaj institucionit i kërkohet vetëm të pohojë nëse ka qenë apo jo në dieni të saj. Në këtë shkresë, avokati Erion Veliajt, i pandehuri në GKKO dhe i akuzuar nga SPAK, Plarent Ndreca, nuk pyet nëse ekziston apo jo një vendimarrje kolegjiale e KLP-s, nuk kërkon sqarim mbi procedurën e ndjekur, nuk kërkon interpretim institucional, ai e jep vetë përfundimin. Shkresa e nënkryetarit Erind Gërmenji trajtohet si akt personal, shpallet paraprakisht si nul, ndërsa i atribuohet edhe pasoja më e rëndë e mundshme, heqja e kompetencës së organit kolegjial kushtetues. Dhe pasi e ndërton gjithë këtë narrativ si fakt të kryer, antarëve të KLP-s u drejton pyetjen: a keni qenë në dieni? Ky nuk është kërkim informacioni, ky është formulimi i qëllimshëm që synon të mbyll paraprakisht çdo debat juridik. Është një pyetje e ndërtuar për të mos lënë hapësirë për përgjigjen thelbësore. Premisa juaj është e gabuar, pra nuk kemi të bëjmë me një të pandehur që pyet institucionin për të marrë përgjigje, por me një pandehur që tenton t'i imponojë institucionit kornizën e përgjigjes. Nëse antarët përgjigjen po, legjitimojnë tezën e tij. Nëse përgjigjen jo, duken sikur kanë qenë të painformuar për një pretendim të rënd, ndërsa alternativa e vetme juridikisht serioze, rrëzimi i premisës së ngritur artificialisht, tentohet të përjashtohet nga vetë formulimi i pyetjes. Ky është presion tull mbi një organ kushtetues. Askush nuk i drejtohet një institucioni të pavarur me formulime që i japin vetë përgjigjen dhe i lën vetëm detyrën ta vulosin. Kur një palë në proces tenton t'i diktojë TLP-s jo vetëm çfarë të shqyrtoj, por edhe si duhet ta kuptoj juridikisht çështjen, nuk kemi më mbrojtje ligjore, kemi tentativë për dirigjim institucional. Dhe kur kjo bëhet në kulmin e një procesi penal, ku objektivi real është delegjitimimi i prokurorit që heton, atëherë kemi diçka edhe më të rëndë, një strategji të pastër presioni ndaj institucioneve të drejtësisë, e paketuar si kërkesë për informacion. Nga ana tjetër, problemi nuk është gjuha e përdorur nga i pandehuri. Problemi real është klima institucionale që e bën të mundur një gjuhë të tillë. Kur një i pandehur, përmes avokatit të tij të pandehur gjithashtu, i drejtohet një organi kushtetues me tone që jo vetëm kërkojnë llogari, por i parapërcaktojnë edhe përgjigjen, kjo tregon se është krijuar perceptimi se institucionet mund të vihen në ndrysni, mund të orientohen, mund të testohen deri ku rezistojnë. Një institucion i fortë nuk e lejon as krijimin e këtij perceptimi. Vetë fakti që dikush guxon t'i shkruaj KLP-s në këtë formë, duke i servirur si të provuara konkluzione juridike dhe duke i vendosur antarët para një pyetjeje të manipuluar, është treguesi një bindjeje paraprakisht se terreni institucional perceptohet si i depërtueshëm. Dhe kur kjo bashkohet me zbardhitjet e pafundme të procesit penal, tabloja bëhet edhe më shqetësuese, sepse krijohet ideja e një strategjie të dyfisht, nga njëra anë shtyrje dhe fragmentim procedurial i procesit penal për ta konsumuar kohën, energjinë dhe vëmendjen publike, nga ana tjetër bombardim paralel institucional me kërkesa, padi, ankesa dhe narrativa presioni, me synim të delegjitimojnë hallkat që kanë marrë vendime të pakëndshme. Ky është mekanizmi klasik i konsumimit institucional. I pandehuri nuk sulmon drejt për drejt i vendimin penal në themel, por krijon një mjegull proceduriale rreth gjithë shkaje, derisa vetë institucioni të lodhet duke justifikuar. Dhe këtu lind pyetja më e serioze për shtetin e së drejtës. A kemi institucione që imponojnë autoritetin e tyre ndaj palëve, apo palë që testojnë çdo ditë kufijtë e autoritetit institucional? Kur një i pandehur arrin të zhvendos debatin nga akuzat ndaj tij, tek legitimiteti personal i prokurorit, tek procedurat e KLP-s, tek interpretimet ansore, tek betejat të pafundme administrative, atëherë procesi penal rrezikon të humbas boshtin e vet. Drejtësia fillon të sillet rreth i pandehurit, në vend që i pandehuri të përgjigjet përballë drejtësisë, dhe ky është sinjali më i qartë i dobësisë institucionale.